ju e demonstroni edhe praktikisht kënaqësinë për udhëzimin dhe në fakt nuk ju bën përshtypje as pak kjo botë me asgjë prej bukurive të saj. Si mendoni që njerëzit nganjëherë mundohen që të kapin edhe prej kësaj, wala tansa nasibaka min ad-dunya, duke tentuar që të mos e harrojnë ahiretin joshën pas dunjashës, por dunjaja shpesh edhe të jetë mashtruese. Një udhëzim konkret për mua personalisht. Edhe për vete, edhe për ty, sepse por edhe për besimtarët që do na ndjekin, sepse kemi nevojë të këshillojmë njëri tjetrin. Kemi nevojë që të dëgjojmë udhëzimet e Kuranit dhe të sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam. E bukura e fesë tonë është që përpiqemi të shijojmë të mirat e kësaj bote në mënyrë të lejushme, të këndshme, sipas ligjeve, normave dhe vlerave që ka caktuar Allahu i Lartësuar, dhe gjithashtu përgatitemi të fitojmë mirësinë e Allahut të Lartësuar në ahiret. Ky është njeriu i udhëzuar. Ne nuk i braktisim kënaqësitë e kësaj bote. Përpiqemi që të bëjmë një jetë mirë dhe të lumtur në këtë botë, dhe duke ndjekur udhëzimet e Kuranit dhe të Sunetit, njeriu arrin të bëjë jetë lumtur në këtë botë. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Thot Allahu i Lartësuar në Kur'an, kush ndjek udhëzimin tim, ai nuk devion, ai nuk përfundon në mjerim. Dhe kush ja kthen shpinën, thot, dhikrit tim, udhëzimin tim, ai do të bëjë jetë mundimshme dhe të vështirë në këtë botë, dhe në ditën e gjykimit ne do ta tubojmë si të verbër. Kjo botë është vend mbjellje. Përgatitemi në këtë botë. Në qoftë se njeriu e lë pas dore ahiretin dhe merret vetëm me këtë botë që do të zhduket, do ta lëm, do të vdesim, në këtë kuptim, në këtë kontekst, sjellja e tij është e gabuar, është e dënueshme. Ndërsa në qoftë se njeriu shfrytëzon të mirat e kësaj bote, bukuritë e kësaj bote, në mënyrë të lishme dhe të pastër dhe të ndershme, duke u përgatitur për ahiret, për ditën e gjykimit, për të fituar xhenetin, për shpëtuar nga zjarri i xhenemit, për të fituar atë që është më e rëndësishme, që është më e madhe, kënaqësia e Zotit, dhe për të qenë njëri prej atyre që do shoh Allahun e Lartësuar, sepse kënaqësitë shpirtërore që do arrijnë besimtarët në xhenet ditën e gjykimit janë edhe më të mëdha se ato materiale fizike. Shpesh herë, edhe besimtarët flasin për kënaqësitë fizike që do të arrijnë në xhenet, dhe padyshim ato janë më lart se ato që njerëzit arrijnë këtë botë, por kënaqësia shpirtërore që do të arrijnë, preja, qetësia, kur të arrijnë kënaqësinë e Zotit, wa ridwanu min Allahi akbar. Kënaqësia e Allahut është më e madhe, është më e rëndësishme se gjithçka. Dhe do t'u jap lumturi shpirtërore që është, domethënë nuk mund të përshkruhet. Edhe shikimi tek Allahu i Lartësuar në xhenet do të jetë mrekullia, mirësia më e madhe që kanë me arrit besimtarët. Kështu që e vërteta është që njerëzit në xhenet do të arrijnë kulmin e kënaqësive shpirtërore dhe kulmin e kënaqësive fizike. Do a bashkojë Allahu i Lartësuar të dyja. Ndaj ja vlen që njeriu përgatitet për ditën e gjykimit. Ta shfrytëzojmë këtë botë për të arritur ahiretin. Kjo është e bukura dhe një nga meritat e fesë tonë, që ne nuk e braktisim këtë dynjë. Por ne e shfrytëzojmë këtë botë, të mirat e saj, për të ndërtuar ahiretin, për të fituar gradat e xhenetit. Allahu na bëj gjithë prej tyre.